Selam aleikum, jam një nën shtatzan javën e 11 dhe e fali 5 vaktet, por kur s'mundëm, e ka vazhdu pyetjen a ban ta fali vetëm sabahin edhe akshamin. Aleikum selam rahmatullah. Lutë Allah në zhjetë që të truaj ty, fëmin tënd, të mundësoj me pas një shtatzani të lehtë, edhe një lindje pa probleme, pa komplikime, plus edhe ta fal fëmin me këmbë, me dorë edhe në rregull fizikisht edhe psikikisht. Allahumma amin. Se për këtë faljes së namazit për shtatzanët dhe për çdo person i cili ka probleme shëndetësore, themi falet ashtu siç ka, si të ketë mundësi. Por asesi nuk ban që ti me i lanë 5 vaktet, e me i falë veç 2 vakte. Pra le sunetet, ama 5 vaktin mësele. Nëse nuk mund më falë në këmbë, falësh ullë. Nëse nuk mund ullë, falu e mështetur në krah. Qysh do që mund është, po farzët mësile. Edhe nëse nuk mund më ranë sejde, mos vjerë në sejde. Zavendësaje me një formë tjetër të rënjes në sejde. E rëndësishme mësele 5 vaktin. Amen. Allahu shpërbleft e të rujtë.